Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të flasim në këto momente për gjuetin, një sport ky që ka mjaft të apasionuar. Për të folur më gjërësisht, do të kem tani një lidhje të drejtë për drejtë zotin Armand Burri, kryetari i shoqatës së gjuetarëve të Tiranës, njëkohësisht edhe antar i kryesisë së Federatës Kombëtare të Gjuetarëve. Zoti Burri, të përshëndes, mirë se erdhe në CNA. Faleminderit. Kënaqësi. Zoti Burri, pak kohë më parë, gjatë një bisede që kemi zhvilluar bashkë, kemi folur për projektligjin për heqjen e moratoriumit të gjuetisë. Çfarë po bëhet më konkretisht dhe kur pritet që ky projektligj të votohet në parlament? Ligji është në etapat e fundit, duke qenë që me datën 11 nëntor ka qenë dhe dy komisionet e fundit të cilët po miratuan projektligjin. Ne kemi dhënë sugjerimet tona për të gjitha detajet e ligjit dhe për disa ndryshime të vogla për sa i përket neneve të ligjit. Kemi bërë sugjerimet dhe shpresojmë që brenda një etape 10 ditore do kalojnë në parlament dhe do marrë formën e prerë ligjit dhe do vazhdojmë dhe aktivitetin e gjuetisë në Shqipëri. Më konkretisht, a mund të na thoni disa pika që sipas jush janë tepër të rëndësishme për t'u aplikuar në këtë ligj, pra ku çalonte problemi më shumë? Ministria ka hartuar një ligj në të cilën të gjitha kompetencat ja ka kaluar bashkive. Bashkia ka marrë një kompetencë të re në lidhje me ushtrimin e aktivitetit gjuetisë, por ne kemi kërkuar që pavarësisht me ligjin e vjetër që Ministria u merrte me menaxhimin e gjuetisë, por dhe shoqatat dhe federatat kanë pasur një rol të kyç në lidhje me gjuetin. Në këtë aspekt, në tërësi të ligjit, ne kemi kërkuar përkatësisht nenit të 23 të ligjit, të projektligjit, të nenit 47 dhe 48, ku kemi kërkuar një reformim më të thellë të shoqatave dhe të Federatës Kombëtare të Gjuetisë. Tani, ne kemi kërkuar ndryshimet ligjore në lidhje me pikat të nenit 23, 47 dhe 48, kur japi më shumë kompetencë shoqatave, të cilat do menaxhojnë dhe në mënyrë të drejtë për drejtë gjuetarët. Po, përse për këtë rolit, po roli i bashkisë e konsideroni si pozitiv? Roli i bashkisë është pozitiv në lidhje me gjuetin, sepse janë ato përkatësisht të gjithë zonat mbulohen nga bashkia. Dhe bashkia ka dhe njësitë administrative të cilat mbulojnë zonat caktuara dhe janë më efikase në lidhje me gjuetin e paligjshme dhe në mënyrën se si do ushtrohet gjuetia dhe në mënyrën se si do trajtohet gjuetia në vetvete. Që të jemi më koncis. Problemi që ndonë një pikë, bashkia nuk mund ta menaxhojë në menaxhim të drejtë për drejtë këtë situatë, pa bashkëpunimin me shoqatën e gjuetisë. Dhe kjo duhet të jetë i koordinim, prandaj kemi kërkuar që ligji të jetë sa më evaziv dhe të ketë sa më shumë kompetenca dhe shoqatët të lidhje me këtë situatë. Dhe në projektligje ja keni arritur qëllimit për këtë bashkëpunim me bashkinë? Po, ne në këto komisionet të cilat ka kaluar ligji, kemi qenë i kërkuar këto ndryshime që unë po them, domethënë përkatësisht nenit 23, 47 dhe 48, kur ne na kanë disa kompetenca që në cilën ato në tërësi të ligjit duhet domethënë ligji është shabllon. Dhe ne kemi kërkuar këto kompetenca që ta menaxhojmë të jetë sa më efikas dhe sa më praktik ligji, më kupton? E qartë. Zoti Burri, për sa vite vijon moratoriumi për ndalimin e gjuetisë? Tani ne kemi në Shqipëri moratoriumi ka vazhduar në 2013, që do thotë kanë qenë dy 5 vjeçare të moratoriumit dhe ka qenë dhe një 3 vjeçar i fundit, që i përket vitit 2022, përkatësisht ligji 60/2022, i cili ka marrë miratim në 22/7/2022. Dhe ky ka qenë monitorium me afat kohor 3 vjeçar, që në të cilën do të thotë që momentin që
në vitin 2025, në korrik të 2025-s, kishte dy rrugë. O do vazhdonte monitorimi i ri dhe ministria do paraqiste një ligj të ri në lidhje me monitorimin, që do thotë do të kishte një afat tjetër 3 vjeçar, një shtyrje tjetër 3 vjeçar ose 5 vjeçare, si ta logjikonin ato. Korrik të 2025-s, ministria së bashku me federatët kombëtare dhe shoqatat kanë dhënë sugjerime lidhje për ligjin e ri dhe kaluan për miratim ligjin e ri. Por ligji i ri ka disa etape që do kalojnë komisione dhe këto tjera që tani jemi në përfundim dhe shpresojmë që deri në fund të nëntorit të kemi ligjin e ri për gjuetin. Ta bëra këtë pyetje jo pa qëllim, pasi jo më larg se dita e djeshme, policia ka arrestuar 3 persona në mos gaboj në malin e Gramozit për gjueti të palishme. Për qenë sinqert, nuk e kam informacionin e saktë, pasi nuk ishte bërë publik as nga ana e policisë nëse këta persona ishin të licencuar për të gjuajtur apo gjuanin të palicencuar. Por gjithsesi, moratoriumi e ka humbur tashmë vlerën e tij apo vijon që të jetë në fuqi? Si kryetar shoqate i Tiranës kam pasur 2 raste në të cilën kemi folur dhe me organet kompetente në lidhje për këtë rast. Tani, ligjërisht, monitorimi i gjuetisë ka rënë, sepse është me afat të përcaktuar, dhe një ligj me afat përcaktuar automatikisht ka rënë. O do merret zbatimi i ligjit, që po themi do bëjmë shtyrjen e monitorimit, ose do çonim ligjin e ri. Në momentin që është çuar ligji i ri, automatikisht dhe ligjërisht monitorimi ka rënë. Pra këtë e përcakton ligji që ka rënë? Po, patjetër. Dhe ligji e thot qartë në nenin 6, domethënë ligji 6022 e thot qartë. Afati i këtij ligji thot në nenin 6 të tij thot afati për zbatimin e këtij është me afat 3 vjeçar. Po. Dhe në momentin që me afat 3 vjeçar do thot me datën 1/7/2025 automatikisht ky ligj ka rënë. Dhe jemi para këtij fakti që pavarësisht se monitorimi ka rënë, organet kompetente, policia e shtetit kapet se thot duhet një vendim i ministrit për gjuetin. Por duke qenë që ministria nuk ka të drejtë lidhje me gjuetin të dalin një vendim, sepse kompetencat i ka kaluar bashkive. Duke qenë që menaxhimi i pyetjeve i ka kaluar bashkive dhe pjesa e menaxhimit të gjuetisë do i kalojë bashkive. Dhe këtu jemi në një, po themi, evaziv nëpërmjet ligjit të ri dhe ligjit të vjetër. Por ligjërisht duhet vazhdoj gjuetia me ligjin e vjetër deri në miratim të ligjit të ri. Dhe nuk ke të drejtë të heqësh të drejtën e raskujt të ushtrojë të drejtën e gjuetisë momentin që ligji ka rënë. E kuptoj, por gjithsesi, a keni një thirrje për këta gjuetar të licencuar që të vetë përmbahen edhe për një periudhë të shkurtër kohore derisa të miratohet projekt ligji i ri? Shpresojmë që dhe gjuetarët të jenë të rezervuar deri në moment të dytë me miratimin e ligjit për një arsye të vetme, sepse këtu nuk është se operohet në të gjitha zonat në të njëjtën mënyrë. Se po themi një inspektor policie në momentin që ti vend dieni dhe flet me të në lidhje me monitorimin që ka rënë dhe jemi okay, po kemi edhe një vend tjetër kur një inspektor policie ne e themi ka rënë monitorimi dhe i thot nuk e merr për bazë dhe bën të shoqërimin e personave të cilët kanë efekte ligjore pastaj deri në marrjen e armës mbrapsht. E qartë. Këto thjesht janë procedime që janë procedime administrative, të jemi të saktë dhe me gjuetarët, vetëm në rastet kur është kap gjuetia natës dhe kanë qenë pa karton antarësie të shoqatave përkatëse. Zoti Burri, do doja trajtoja dhe një tematikë që në fakt është tepër delikate dhe serioze, siç është shtimi i kafshëve të egra përtej kufive si pasojë pra të zgjatjes së këtij moratoriumi. Në një bisedë që ne kemi pasur pak muaj më parë, ju bëra ditur për shtimin e derrave të egër, sidomos në zonën e Zallherrit, që ishin bërë dhe problem për vreshtat që fermerët kultivojnë atje. Por gjatë ditës së djeshme, por dhe gjatë orëve të paraditës sotme, ne kemi transmetuar disa pamje ku çakejt në fakt
janë bërë një problem serioz në zonën e Malësisë së Madhe duke sulmuar baktit. Banorët atje janë ankuar tek instancat përkatëse, janë dhe pikërisht është kjo video pra që qarkullon, cilën CNA e ka siguruar dhe e ka bërë publike. Banorët ankohen për baktit që sulmohen çdo ditë, pra kanë humbje në baktit e tyre, por shteti nga ana tjetër nuk merr masa pasi këto i konsideron si specie në mbrojtje. A ka një zgjidhje ti problemi? Jeni ndjeni për këtë? Ne jemi në trajtim të gjithë problemeve dhe përshtimin e faunës, sepse në Shqipëri ka pas në lidhje me mënyrën se si ligji vjetër i ka trajtuar shumicën e kafshëve dhe shpëndëve në Shqipëri, ka qenë dhe të ndaluar. Po flasim dhe tu ka të bëjë dhe me ariun, ka të bëjë dhe me ujkun, ka të bëjë dhe me derrin e egër, ka të bëjë dhe me çakallin. Por duke qenë që në ligji është i vjetër dhe në atë kohë ato specie kanë qenë në zhdukje dhe ne me miratimin e ligjit të ri po merret dhe në trajtim me gjithë situata në lidhje me këto kafshë që janë shtuar dhe të jenë pjesë e gjuetisë dhe të futen në kalendarin e gjuetisë. Dhe duke u futur në kalendarin e gjuetisë, ato automatikisht do krijohen dhe grupet posaçme në lidhje dhe me trajtimin e këtyre rasteve dhe ku folet që ka shtimin e atyre, do merren masat me njëhershme dhe nga shoqatët, por njëkohësisht dhe nga organet kompetente. Dhe nga tani organ kompetent i bie të jetë bashkia, e cila do marrë një konfirmim nga ministria, të cilët po i presim me miratimin e ligjit do ketë këto akte në ligjore të gjitha që do jenë të zbatueshme. Edhe diçka të fundit pas kësaj pritje kaq të gjatë për rënien e moratoriumit. Si po e prisni ju si gjuetar? E presim pa durim, sepse si çdo gjë tjetër dhe sporti gjuetisë është diçka që ne kemi kënaqësi të ecurin të dalin mal. Nuk do thotë që ne jemi abuzues dhe të dalin të çfarrosin, por ne kemi sport dhe derisa është sport, është diçka që na është mohuar e drejta sot e 15 vjet. Po shpresojmë që me miratimin e ligjit të ri dhe me të gjitha aktet në ligjore do arrijmë qëllimin shumë shpejt dhe të jemi prapë në të gjithë Shqipërinë duke ushtruar këtë drejt. Zoti Burri, unë falenderoj për bisedën dhe të uroj punë të mbar. Kënaqësi dhe faleminderit. Gjithashtu.